diçka e ngjashme, po kjo çfarë ka qenë me Ronaldon edhe me Messin është vërtet një periudhë 20 vjeçare që është edhe tash sipas një kriterit caktuar, njëri mundet me qenë më i mirë, tjetri më i mirë, por në përgjithësi më shumë nëse kishte medalë me votu, Messi fiton ndoshta pak më shumë, por duhet me përkujtu që Ronaldo kudo që ka shku ka qenë më i miri. Ka qenë Manchester më i miri, ka qenë Juventus më i miri, ka qenë Real më i miri. Dhe kudo që ka qenë më i mirë. Që te Messi nuk është. Dhe që te Messi ka qenë vetëm në Barcelonë, në Paris Saint-Germain ka pas vështirësi. Ka kohën më të madhe në Barcelonë. Po, e ka qenë në Barcelonë, kur ka qenë Barcelona në kulm. Po, ka luajtur në Barcelonë me Iniestën edhe me Xavi. Po, do më thonë, kur kanë qenë me sfushor më të mirë të botës. Kjo është, por nuk diskutohet. Mu, mas para së gjithash më ka pëlqyer si personalitet. Messi ka qenë gjithmonë më i qetë, ka ditë me eksplodu, me reagu, po çdo gjë ka qenë me mas, e kontrolluar. Unë mendoj që në fushë ka qenë lojtar shumë korrekt, një lojtar shembull që ka qenë me sjellje dhe kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht hatashme në këtë drejtim. Tash për shkak të klikimeve janë mundu me paraqit njënin në një formë, tjetrin në formë tjetër.